Mirë se erdhën në Trip Top të dashur miq, vendi ku udhtohet jo me trup, po me mendje. Ua, çfarë zërit mirë që ke Alban. Po kam punuar në radio unë. unë. E di më, sa shumë prezantuam. Më fal. Aktor, producent, TV host dhe radio host. Kështu i ke gjitha në bio në Instagram. Te linku bio. Po i kam, nuk vë gjëra falso unë atje, nuk jam nga ata influencer atje, vetëm si kam. Alban Musa zot me ne kemi kënaqësinë që ta kemi shokun ton përveç se një figurë të njohur të Top Channel dhe të medias shqiptare. Është shumë kënaqësi që të ndajmë studion për të folur për një temë që ndoshta kemi folur shumë nëpër kafe, po asnjëherë televizivisht dhe publikisht. Në radio. Faleminderit shumë që më ftuat. Është shumë kënaqësi. Dhe për ne është jashtëzakonisht shumë kënaqësi dhe mbi gjitha për mua është shumë kënaqësi sepse ti ngjan fiks me udhëtarin që jam unë. Ke udhëtuar vetëm në vende ku bileta kushton 20 euro. Sigurisht. Dhe nuk jam nga Gjirokastra, kjo është e bukur. Na tregon pak, është rastësi, pra se ti ke përzgjedhur për ata që nuk e dinë se ndoshta nuk po na ndjekin në kanalin 10, ke përzgjedhur vende që nga Shqipëria shkohet relativisht lirë. Nuk e kam zgjedhur. Hiperbole imja 20. Domethënë, jo, e kuptoj. Gjana kam blerë se do iki dhe tani shpejt në Prag dhe nuk ishin aq lirë me qira fjala biletat, por i kam zgjedhur, unë nuk para kam qejf të udhtoj në këto destinacionet e larta, unë për to jam për taci madh. Dhe jo, nuk kam qejf të bëj udhtime shumë të gjata me, jo, nuk e konceptoj dot dhe mundohem që të udhtoj. Mos më shihni ashtu tani kështu e kam. Mundohem të po çka ke bërë mirë. Mu bot si gruaja ime, se edhe ime shoqë kështu thotë, o zoti i madh ma nxive jetën. Mundohem që të shkoj te këto destinacione që janë lehtësisht të aksesueshme. Domethënë Fier, Shkodër. Po patjetër, kështu te Pele. Jo, si orar aq është, se një orë gjysmë në udhëtimet e Albanit deri në këtë moment. Të lutem, 2 orë. Po. Vjena është 2. Po Praga është 2. Po Roma 1 orë është 20 minuta. Bari është gjysore. Po. Ndjekem kollaj të shkosh në Bari edhe pse do i bësh në avion se sa të shkosh në një destinacion 4 orë. Po. Mund të heqësh fare kufit. Po ti heq fare se ju vazhdoni këtu në Top Albania Radio, ta keni vap. Edhe un kam një çik sincet kështu. Po, një zgjedhje destinacion. Është efekti Arioles, nuk diskutoj, prandaj po shoh ty. Se po shoh pasuri. Po bëj kështu si vestin. Jo, zgjedh destinacione për të udhëtuar këto që i kam më afër, këto që janë lehtësisht aksesueshme, këto që janë që nuk udhtoj shumë gjatë. Unë urrejt udhtoj gjatë me makinë, udhëtimet e gjata me avion. Po të kushtozon dhe pak puna, Është edhe puna. Se je i përdit në ka. Ja, ky justifikimi po lere. Jo, e kam seriozisht, unë nuk e marr mundimin. Po një nuk e regjistron dot programin e dush. Eksakt. Unë nuk e marr mundimin që të udhtoj për një fundjavë. Pra të ikit të shtunën të kthehem të dielën ose të ikit premte mas dite të kthehem të dielën. Më duket shumë pak. Më duket sikur është. Pra ti do të udhëtosh pak, po të qëndrosh gjatë. Mundësisht. Okej. Pra ti ke kohë të rekuperosh, një ditë të shplodhem, 2-3 ditë të ri dhe një ditë pastaj ta kem për të përgatitur emocionalisht për kthimin. Po tani këtë tipologji udhëtimesh e ke kur udhton me familjen apo edhe vetëm një ngjashëm? Gjithmonë. Po gjithmonë. Kur të bie rasti ty të udhtosh pa familje? Mirë, tani po të mendosh. Jo, pyet më po të mendosh. Domethënë ti si puna ime në Japoni 2 javë nuk e shkuar. Çfarë the ti more? Jo, s'bëhet fjalë. Un kam 15 vjet që udhtoj vetëm. Po pra. Budapest me çuna. Po apo jo? Jo. Jo se nuk do apo jo se Unë duhet të them jo se nuk dua. Kjo është përgjigjja ime. A do ta shijoje, je tip që do ta shijoje një udhtim 3 ditorsh me çuna me shokët tu të ngushtë, me ata me të cilët ti konsumon ndoshta kafe, birat e tua të pasdites. Po, nëse do më linin, do ta bëja. Okej, dhe nuk besoj se nuk të lën, por që ndoshta angazhimet e tua, po e justifikoj unë tani. Jo, e di, kam përshtypjen që kur ke shumë pak kohë për të udhëtuar, atë pak kohë do ta shfrytëzosh me familje, si më thënë do japësh prioritet. E drejtë është kur ke shumë pak kohë, se unë nuk kam shumë kohë, me thënë të drejtën, të kushtozon pak edhe fakti i live-it, i përditshmërisë, të kushtozon që ti të kesh mundësi për të organizuar. Ne që punojmë televizion e kemi edhe këtë problemin e madh në thonjza, se është privilegj. Është privilegj, me thënë të drejtën, po ka një problem të madh që ti nuk organizon dot këto tripet, këto udhëtimet, nuk i bën dot. Përveç se gushti të famshëm. Po tani gushti është tjetër gjë. Gusht, po çdo bësh në gusht. Unë jam një natyrë edhe që e vuaj shumë vapën, imagjinoje. Më vdes vapa. Udhëtimi ideal për ty gjysmore larg me makinë dhe borr. Po. Korçë joshme. Ajo me në Korçë. Po jo më në Valbon, pse të shkojnë në vendinjen time? Do ishte shumë më mirë. Sa bukur. Edhe Korça mirë është, por e ke refuzuar ndonjëherë një udhëtim si ky që nuk të ngjan?
pra dikush i të kaftuar, ndoshta edhe me një paketë shumë të mirë, apo ndoshta edhe pa kostofare, se ne personazhet publike kemi edhe këtë luksin e madh që ndonjëherë na japin edhe agjensit ndonjë ulje shumë të mirë. Ju të dyve, mua s'më ka ndodhur. Të gjitha agjensitë janë duke na ndjekur në këto momente urgjentisht kontakt. Ju që dilni në televizor keni ju, pa hecë keni ju. Ta kontaktoni me njerë se e keni të lehtësisht të refuzueshëm atë çka ju do propozoni. Ju propozoni një udhtim shumë të largët. Edhe Albani do thotë jo. Pra ke refuzuar udhime të tipit Turqi një javë, se Turqia është larg. Un kam refuzuar që më ka dhimbur shpirti që e kam refuzuar, po jam detyruar prej punës ta refuzoj Tajlandën. No. Yes. Pa gruan. Yes. Po. Jam detyruar ta refuzoj atë sepse domethënë ishte e pamundur fizikisht që unë të shkoja për 3-4 ditë një javë tani drejtë mori, ajo do 2 ditë të shkosh. 2 ditë të shkosh në shtëpinë tonë? Po, tani, të vit po. Po pse Julka se do të vetëm emisionin një javë që nga plagë e freskët. Do një vetëm ajo. Nuk ndahemi dot, më shumë keq. Ja, kjo ka qenë e fundi që jam detyruar më dhimbje shumë madhe ta refuzoj. Domethënë Alban, ti e karakterizon veten si një njerëz që udhton apo që domethënë që në fëmijërinë tënde të ka pëlqyer të lëvizësh, të ndryshosh ambient, apo të pëlqen një zonë komforti dhe për ty pushimi është më mirë një libër në shtëpi apo ku di unë një serial, një diçka. Unë jam natyrë shumë e komfort zonës. Pra unë nuk jam natyrë si puna e Arionit për shembull që çontën krah, dhe kafe. Jo, unë nuk jam nga kjo natyrë. Unë kam dëshirë që të kem atë komfortin tim, i dua hotelet shumë të mira, nuk bëj dot këto kompromiset. Ku je Alban se pas ka krijt. O zot, jeni shoqë. Jo, unë nuk shkoj dot, domethënë kapsul hotel jo. Jo, as bëhet fjalë. As nuk bëhet fjalë. Nuk kam ndonjë kështu, nuk kam ndonjë pretendim se mund të merret edhe kështu, po pra ky tani do. Po jo, por realisht nuk kam dashur. Alban jemi bashkë, qëndrojmë këtu. Po, jam dakord, qëndrojmë aty se nuk kam qef të shkoj në kështu. Kam qef të kem ato gjërat komoditetet e mia, jo të eksperimentoj shumë, mund të eksploroj deri diku, po prap komoditetin e kam shumë të rëndësishme. Po kush do të ishte për ty për shembull udhëtimi më i bukur që ke bërë ndonjëherë, që ti e kujton edhe mban mend, po, që një eksperiencë që ndoshta. Na ke dhënë disa nga udhëtimet e tua, Roma, Praga, Venecia, Vjena, edhe Verona, edhe Leipzigu. Gjermania. Mund të jetë edhe një udhtim që ke bërë brenda Shqipërisë, po e ke shijuar se ke qenë me njerëzit e duhur. Unë Shqipërinë e kam udhëtuar cepën herë para. Domethënë në Shqipëri mund të kem një ose dy qytete kam qenë. Në Delvin nuk kam qenë asnjëherë, po do shkoj. Ndërkohë të gjitha qytetet e tjera i kam vizituar, kam shkuar për qef, për shkak të punës, për shumë arsye të tjera. Vjenën e mbaj mend si të veçantë. Përveç fotove, ti nuk ke shanse. Riktu. Vjenën e mban mend dhe do ta mbash mend mbas këngës së radhës dhe reklamave. Pa me Albanin këtu. Jemi rikthyer në Top Albania Radio, jemi në një bisedë shumë të këndshme me mikun ton, po edhe me moderatorin e njohur Alban Musa, po flisnim për udhëtimet, Alban, po flisnim. Jo, nuk e qaj. Sa mirë kam bërë që kam punuar me një kolege si ti. Duhet themi diçka. Furçaxhiu je ti zakonisht, hajde ti. Ta themi këtë, kur Arioni shkoi të punonte te Shqipëria Live dhe mua më la dobiçi në derë. Personi që unë mendova. Do i thuash, do i themi? Po ta themi. Personi që unë mendova ishte Albani, pra ne mund të ishim një dyshe televizive në tentativë. Ngeli kjo histori, kështu që Albanin e duam shumë dhe e vlerësojmë shumë, përderisa kemi kërkuar ta kemi dhe në krah. Albani na refuzoi, dhe i shepa. Megjithëse si i bën prezantimet kjo kolege ime, nuk i bëj dot unë. Pra i thotë gjërat me shumë shpirt për te humorit. Rikthehemi tek Vjena se ishte bisedë shumë e bukur që po na rrëfej në lidhje me Vjenën dhe udhëtimin e tënd të parë në Vjenë. Po, më kalon mbresa. Kam ndetur edhe pak më gjatë, ka qenë edhe një udhëtim nga këto kështu me miq, jo me familjar, dhe e kam shijuar shumë më shumë. Edhe realisht është një vend që kthehem, kam dëshirë të kthehem, ke çashe, ke çfarë bën. Ka një lloj kategorie njerëzish të cilët mbase e ndjejnë pak më shumë Vjenën, ata të cilët e duan artin, që kanë një background arti, pak më klasik, patjetër, më kanë mbresa të jashtëzakonshme sepse ne ishim opera, muze, teatr, unë kam pas fatin të luaj edhe në teatr shfaqje, po se kemi shkuar me një. Ku në Vjenë? Po në Vjenë. Oh, sa bukur. Me kemi shkuar me festival, po.
kemi dhënë shfaqje në Vjenë. Dhe ti s'ke çuar foto dhe video nga kjo shfaqje? Jo, nuk mund të çoj ato foto dhe video sepse un jam i transformuar atje dhe nuk duhet të shikoj askush. Me këto gjëra shumë gjëra. Idhja mosur, i brymosur, i fryrë me pa mjekër me shumë gjëra sepse ishte edhe përveç shëndetit edhe çështje e rolit. Dhe në Vjenë kaloj shumë mirë dhe e kam shumë dëshirë të shkoj. Edhe Praga, me që po flisit pak për Pragën, një mini Vjenë do ta quaja. Një Vjenë e vogël, shumë interesante, ishte shumë ftohtë. Dhe jo, Arion, se të dëgjova, nuk veshim në meshkujt geta me jo, janë tuta, thuaj tuta, janë tuta. Fjalën, po pra me një gjë. Fjala është shumë e rëndësishme. Tuta, geta kanë ndryshim të madh valla. Kur shkon për shembull në Bor, ti vesh tuta bore, ha? Jo. Tuta termike. Po jo geta termike. Sharuam çuna se më shumë shallin se sa tutat në edhe kapuçin. Po, ka qenë shumë ftohtë. Ishte. Dgjoj, diçka më bën përshtypje. Mua nuk më duket Praga një Vjenë e vogël. E thon shumë njerëz, po Praga mua më duket e errët në koncept. Domethënë kur ke shkuar në Vjenë. Është gotike më shumë, më shumë gotike. Stili gotik le ta themi pak, më së shumti. Po ndihet tek statuet në ngjyrë të errët, tek mjegulla që shoqëron atë rrugicat e ngushta. Një stil është pak a shumë. Mua më duket Vjena më e gjallë, më me dritë. Shiko tani, të mos e harrojmë që Vjena është shumë e madhe. Absolutisht, Vjena është shumë e madhe. Ka 5 milion banor nëse nuk gaboj, ndoshta më shumë. Nuk e di, po është shumë e madhe, ka shumë gjallëri. Por kur ishe ti në Prag? Para 2 muaj. Po çfarë muaj ishte? Nëntor. Në nëntor. Un kam qenë në dhjetor. Dhe s'kisha ku hidhje atë, domethënë letrën, ishte njerëz. Po, kishte shumë njerëz. Kështu që kjo punën e popullimit nuk e kam ndier shumë. Ama po jam dakord që ngjasojnë shumë, por ama Vjena është çik shumë. 2 milion banor sa Shqipëria është. Po, e vogël fare. 2 milion banor. Mendoja më shumë ndoshta Austria është 5 milion total. Çfarë më bëri përshtypje se nisa, po nuk doja ta ndërprisja Ariolën. Më bëri përshtypje që udhëtimet që ti veçove ishin të gjitha udhëtimet që lidheshin me kulturën, sepse dhe ose më saktë qytet shtete, të cilët në të njëjtin periudhë kanë pas pothuajse të njëjtën histori. Pra dhe Venecia ngjan me Vjenën, edhe Vjena ngjan me Pragën, edhe Praga ngjan me Romën. Pra janë kështu të ti bën udhëtime kulturore. Unë i kam të ndara në 2 kategori. Ato të gushtit i bëj për të shtrirë. Për të bërë plazh. Ndërsa gjatë vitit kur mund të shtrihesh dhe në Vjenë. Jo, nuk mund të shtrihesh në Vjenë. Jo. Vallajat komoditet që ta jep ai plazhi, ai shezllongi, më ndjen këtu. Të ndjej që shkemet, nuk unë bëj pushimet e verës i bëj kështu, unë dua të lëviz vetëm domethënë të lëviz vetëm gisht. Jo, vetëm gishtin e madh të këmbës, që njerëzit. Po jo, ta vetëm të lëviz gishtin e madh të këmbës që njerëzit ta kuptojnë që nuk kanë vdekur. Janë gjallë, vetëm kaq duhet të lëviz. Që marrim regjia sapo na komunikoi që duhet ta mbash vendin më të bukur kur je shtrir vetëm. Apo dhe i shoqëruar, mund na i thuash më vonë, po. Do ta lëshosh pastaj. Mbaj. Vetëm pas pak.